Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun jalla jalaluhu e falenderojmë për ti falje dhe ndihmë kërkojmë, salavatet, selamet mbi të dërguarin Allah sallallahu alaihi wasallam i dërgojmë. Mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata rrugën e të cilët deri në ditën e gjykimit e pasojnë. Vazhdojmë me sirën e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, jetë shkrimin e pejgamberit alaihi salatu wassalam. Kemi mbetë tek lufta e Bedrit, një luftë, një betejë të cilën është prej betejëve më të lavdishme në historinë islame, të cilën edhe kemi përmend në dersat e kaluara. Kemi mbetë përgatitja para betejës. Në ditën e Xuma, 17 Ramazan të vitit të dytë Hijri, pejgamberi alayhi salatu wassalam në namazin e sabahut i thret sahabët për ta falë namazin e sabahut. E falin namazin e sabahut bashkërisht, pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i rendit sahabët e tij në saf. Edhe kjo metodologji, kjo strategji e pejgamberit alayhi salatu wassalam, renditja e ushtarëve në saf nuk ka qenë e njohur tek arabët. Arabët kur kanë bën luftë më herët, kanë bën luftë sulmi dhe tërheqje, nuk ka qenë e njohur renditja në saf. Mirë po edhe kjo është prej metodologjisë ose strategjisë që pejgamberi alayhi salatu wassalam mi bashku muslimanët që me qenë më të fortë në përballje me armikun. Kjo është njëra prej urtësive që kanë përmend dietarët. Për asaj që kuptojmë shumë në këtë çështje është se Allahu subhanahu wa taala ju çon bereqet muslimanëve kur ndëgjohet emiri ose komandanti. Në këtë rast pejgamberi alayhi salatu wassalam. Edhe pse ka qenë pejgamberi alayhi salatu wassalam i dërguar i Zotit, ka qenë udhëhec, ka qenë edhe komandant lufte, ka qenë edhe strateg i luftës. Domethënë i kanë njoft edhe gjanat më të imta rreth luftës se si zhvillohet në luftë. Ndoshta ka pas për persona që kanë bën luftë më herët, më shumë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Mirë, po nuk ka qenë njëri që vetëm çështjen e shpalljes dhe nuk është marrë me çështjet e dunjas. Jo, Rasulullah sallallahu alajhi wasallam ka qenë edhe strateg i luftës. Për ata pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka rendit në saf sahabët për të ballafaquar me armikun e tyre. Pastaj gjatë renditjes në saf pejgamberi alayhi salatu wasalam me përmend këtu një ngjarje interesante që ka ndodhur me një sahabite Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Një sahabi pejgamberit alayhi salam ka ecë pak përpara. Ka qenë Sawad ibn al-Ghaziyah, kështu e ka pas emrin. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam duke i drejtuar sahabët me një shkop i ka godit këtë Sawadin në barkun e tij, ka thonë hyn në saf, drejtov. Dhe Sawadi radhiyallahu anhu, ky sahabi pejgamberit alayhi salatu wasalam, ka thonë o i dërguari i Allahut, më ka lëndu. Edhe dum kërkoj drejtën me marr hak, se ti je njeri që zbaton drejtësi, ti je njeri i drejtë, ti je i dërguari i Zotit. Mirë, po qëllimi i Sawadit këtij sahabiut nuk ka qenë me marr hak ndaj pejgamberit alayhi salam. Edhe në momentet luftës, çka po lypte në këtë rast. Mirë po, ka pas një qëllim kaj tjetër. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wassalam, që ka qenë njëri më i mëshirshëm për umetin e tij, njëri më i drejtë për umetin, dhe njëri më i drejtë në mesin e njerëzve, e ka zbulu barkun e tij dhe ka kërkuar që me marr hak sahabiu i pejgamberit alayhi salatu wassalam. Kush prej neve kish me e bën çto momentet luftës? Momentet më të vështira me thonë, o komandant, po më shohësh të si shombre ndalo ta mshë edhe në ty. Kush kish me thonë, hez bëse tash e gjetë ti mama kthy hakuna, që tash gjetë kote me kërku hak në këto momente të vështira. Pejgamberi alayhi salatu wasalam edhe në këtë rast e ka zbulu barkun e tij dhe ka kërkuar që me marr hak. Pasi që i tha, më lëndove. Ky sahabi i ndershëm është ul dhe e ka puth barkun e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe i ka thonë i dërguari i Allahut, çka të shtyni me e bë këtë punë? Thotë i dërguari i Allahut, masi që jemi në këtë gjendje që jemi dhe nuk dihet se a do të jetojmë apo do të vdesmi, deshta që lëkura ime, trupi jem të tjetë e fundit ajo që ka takohet me trupin tënd. Prej dashurisë që ka pas ndaj pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju thet sahabëve, edhe kjo është njëra prej strategjive të luftës, se kur flasmi atje te Uhudi, kur flasmi kur të vjerava, që njëna prej shkaqeve të dështimit ose humbjes së muslimanëve në luftën e Uhudit, nëse themi në aspektin ushtarak,
s'po them në aspektin kuptimor se ai ka qenë një fitore, sikur se ka thënë Ibn Abasi, mirë po në aspektin ushtarak ka qenë kur atëra ata sahab e kanë thy urdhën e pejgamberit alayhis salam kur kena fol për shigjetarët atje edhe numre ku na kena përmend nga vendi shigjetarëve që e kanë thy urdhën e pejgamberit alayhis salam dhe kanë psu disfat. Pejgamberi alayhis salam në luftën e Bedrit piu thot mos veproni as edhe një gjë pa urdhrin tim. Mos veprani, mos lëvizni, qoftë edhe gjën më të vogël pa urdhrin tim. Pastaj ushtria Mekase, Kurajshit në këtë rast kanë zbrit prej pozitës në të cilën kanë qenë që Allah ka përmend fil udwatul quswa në luginën ku kanë qenë të vendosur pejgamberi alayhis salatu wassalam me ushtrinë e tij sallallahu alaihi wasallam. Dhe në shikimin e parë mushrikët kur e kanë pa ushtrinë e pejgamberit alayhis salam ju kanë duk pak, por megjithatë e kanë dërguar një kalors dhe kanë përcjell gjendjen rreth rrotull, mos kanë ndonjë ndihmë nga brapa. Dhe është kthy dhe ka thonë se nuk ka diçka më shumë se sa ata që i pam dhe i kanë numëruar rafërsisht me ato parametrat që i kanë pas ushtarët në atë kohë, thotë nuk janë më shumë se 300 veta apo ca. 300 më pak ose më shumë. Mirë po prej urtësisë dhe mirësisë e Allahut subhanahu wa taala në këtë luftë është se Allahu e ka bën që edhe në syrin e muslimanëve ushtria e Mekkës, ushtria Kurajshve mu duk pak. Edhe kjo është prej mrekullive që Allahu xhelalu e ka bën që me fitu kuraju ushtarët muslimanët dhe mos me pas frikë në ballafaqim me ta. Sepse në momentin që njeri takohet armikun, gjëja e parë çka i shkon ndërmend, te përgatitja e tij ushtarake, te numri i tyre. Edhe kjo ka bën që Allahu xhelaluhu që në syrin e muslimanëve mu duk pak numri i Kurajshve. Për ata transmetohet se Abdullah ibn Mesudi ka pyet njërin prej ushtarëve i cili ka qenë në radhët e para, i ka thonë sa është numri i mushrikëve sa pishe? Ka thonë 70 deri në 100. A thanë vaktin nga 1000, 900 apo 1000. Mirë po Allah e ka bën që në syrin e tyre në qenë pak, që Allah më i forcu kombet e muslimanëve në takimin me armikun. E pastaj para se të filloj betejë, Utba ibn Rabia, njëra prej kokave të Kurajshve, tenton që ta bind Ebu Gjehlin dhe kokat e Kurajshve që të mos ballafaqohen në këtë luftë dhe të kthehen. Mirë po thash, ai fanatizmi i Ebu Gjehlit edhe aja urrëtia që ka pas ndaj pejgamberit alayhis salatu wassalam, vetëm se ka synu, vetëm se ka këmbgul që të takohet dhe të bëj luftë me pejgamberin alayhis salatu wassalam. Andaj edhe këtu i ka thonë disa fjale, kanë nënçmu Rabia ibn Udben, Ebu Gjehli, pastaj Rabia ibn Udbe i ka thonë tashki me e pati se kush është matrimin këtë betej. Për ata dhe kjo e ka shty që Rabia ibn Udbe me qenë prej të parve që del në dy luftim me sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Andaj para fillimit të kësaj beteje dalin 3 prej kokave të mushrikëve, 3 prej kalorzve, mundna me thonë më të fortë të mushrikëve, në ballafaqim me 3 prej sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam. E prej tyre ka qenë Rabia ibn Udbe, Shejbe ibn Udbe, edhe Utbe ibn Rabia, në fakt, Shejbe ibn Rabia dhe Walid ibn Udbe. Këta 3 persona. 2 vllazën edhe djali i Utbe ibn Rabias. Dhe në ballafaqim me ta dalin 3 prej ensarëve të pejgamberit alayhis salatu wassalam. Prej tyre Abdullah ibn Rawaha. Kur i sheh Rabia ibn Udbe apo Utbe ibn Rabia, unë Allah se për ndryshoj fjalën, emrin, thot kush jeni ju? Thot na jem filane dhe filane prej ensarëve. Thot jo, na kërkojmë të takohemi me ata burrat e fisit ton, se na për ta i na ardh. Na kërkojmë të takohemi me pjesëtarët e fisit ton prej Kurajshve. Atër pejgamberi alayhis salatu wassalam i kthen të ansart dhe urdhën me dal prej tyre Hamzën radhiyallahu anhu, Aliun radhiyallahu anhu dhe Ubejde ibn al-Harith. Që ishin, do të thonë Hamza ka qenë agja i pejgamberit alayhis salatu wassalam, Ali radhiyallahu djali i agjës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe Ubejde ibn al-Harith ka qenë djali i agjës pejgamberit alayhis salatu wassalam. Dhe në këtë rast ballafaqohen Hamza, Ali radhiyallahu anhu dhe Ubejde me Utbe ibn Rabian, Shejbe ibn Rabian edhe Walid ibn Utbe.
Dhe Hamza radiallahu anhu e mbyt luftëtar apo kundër luftëtarin e tij, apo atë i cili kishte dalë në duliftim, gjithashtu edhe Aliu radiallahu anhu, kurse Ubejde ibn al-Harith plagoset rënd dhe prej plagëve të mëdha vdes në gjatë betejës. Mirë, po të tretë prej këtyre mushrikëve pësojnë disfat, edhe nuk ishte diçka e vogël. 3 prej kalorzëve më të mëdhaj në mesin e Kurajshëve të pësojnë disfat akoma me pa fillu, domethënë beteja. Kjo ishte një disfat e madhe dhe vetë për ushtrinë e Kurajshëve. Pastaj këtu edhe fillon beteja. Pejgamberi alayhis salatu wassalam, duke i dhënë direktivat e tij prej vendit ku ishte, thot kur afrohen ushtarët, atëherë ju i goditni me shtiza, dhe kur ata afrohen shumë afër, pastaj i përdorni shtizat dhe shpatët e juja, dhe mos i gjunin nga larg, që mos të pësoni humbje dhe mos të pësoni në atë aspektin, domethënë material ushtarak, sepse ju duhej të ballafaqohesh me një ushtri shumë madhe, që ishte 3 herë 3 fishi i ushtrisë, të cilën ishte pejgamberi alayhis salam me sahabët e tij. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përqendrohet në tendën në të cilën e kishte ndërtuar sahabët, duke lutur Allahun xhelle xhelaluhu për fitore. Dhe këtu qëndronte bashkë me ta Ebu Bekri radhiyallahu anhu, dhe nga duaja e madhe që pejgamberi alayhis salam i përulet dhe i përgjëroret Allah subhanahu wa taala, i bjen ajo far paltoja apo ajo që e kishte të vendosur në krahërorin e tij, dhe vendosi Ebu Bekri prap dhe i tha: o i dërguari i Allahut, a nuk mjafton që e ke lutur kaq shumë Allahun xhelle xhelalu, dhe s'ka dyshim se Allahu do të përgjigjet lutjeve të tua. Dhe këtu pastaj fillon, domethënë, beteja ashpër, duke u ballafaquar ushtria e Kurajshëve me ushtrinë e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Prej të varëve të cilat vriten në këtë betejë prej muslimanëve është al-Haritha ibn Suraka, një djalosh i cili nuk kishte qenë luftëtar, kishte prezantuar vetëm si muna me thonë, si shikuesi asaj betejës, duke pirë në ujin në pusin prej pusave të Bedrit, e godet një shigjet që thojmë na plom çorr, edhe vdes. Për ata edhe kur kthehet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, Ummu Haritha e keni dëgjuar ngjarjen që e takon pejgamberin alayhis salatu wassalam dhe i thotë: o dëgjuari i Allahut, ku është djali im? Apo në një aspekt thot, ku është vendi i tij në ahiret? Nëse është për banorëve të xhenetit, të gëzohem, e nëse nuk është për banorëve të xhenetit, tregom edhe të çaj, edhe të vajtoj për to. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: o Ummu Haritha, mirë për ty, sepse Allah subhanahu wa taala nuk e ka krijuar në xhenet, pa ato në xhenete, kurse djali i birit është në xhenetin Firdaus. Andaj dietarët prej kësaj ngjarje kanë thonë, kurse Haritha, që nuk ka qenë hiç luftëtar në këtë luftë, po vetëm ka prezantuar, edhe Allahu e ka furnizuar me xhenetin Firdaus. E mos flasim, edhe s'ka dyshim se të vrarit e Bedrit prej muslimanëve kanë qenë edhe janë prej banorëve të xhenetit Firdaus. Andaj pastaj këtu fillon ajo lufta e madhe mes sahabëve të pejgamberit alayhis salatu wassalam edhe mushrikëve. Në këto momente kur pejgamberi alayhis salam ishte duke lutur Allahun xhelle xhelaluhu për një moment kotët, edhe pastaj i kthehet vëdëdia e tij dhe i thotë Abu Bekrit: abshir ya Abu Bekr, përgëzohu Abu Bekr, sepse ka ardhur fitorja e Allahut, ka ardhur ndihma e Allahut. Thot këtu është Xhibrili alayhis salatu wassalam, i cili thot e ka marrë për kapreshi kalin e tij dhe ka ardhur të prezantojnë në luftë. Edhe ky është përgëzimi i parë që pejgamberi alayhis salatu wassalam e përgëzon Abu Bekrin edhe sahabët se ka ardhur ndihma e Allahut nga qielli, sikurse Allahu xhelle xhelaluhu e ka përmend në Kur'an ku thotë: "Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adhilla", me të vërtetë kujtoni kur Allahu ju ndihmoi juve në Bedër, kur ju ishit pak dhe ishit me të dobët, fattaqullaha la'allakum tashkurun, kini frikë Allahun në mënyrë që Allahut edhe të jeni falënderues. Idh taqulu lil mu'minin, kur ti u thajshë besimtarve: allan yakfiyakum, a nuk ju mjafton juve, ayumiddakum rabbukum bi 3000 min al malaika, kur Allahu xhelle xhelalu a nuk mjafton juve që t'ju ndihmoj juve me 3000 melaqe, të cilat do të zbresin. Pastaj Allahu thot: bela,
s'ka dyshim, in tasbiru wa tattaku, nëse ju bëni sabër dhe keni frikë Allahun, wa ya'tukum min fawrihim hadha, Allahu do t'ju bjen me shpejtësi, wa yumdidukum, dhe do t'ju bjen një mendim nga ana e Zotit bi 5000 min al-malaika. Allahu do të çon një ndihmë nga qielli me 5000 melaçe. Dietarët, sikur se edhe Ibn Abasi ka qenë prej sahabëve të pejgamberit alayhis salam, në komentin e këtij ajetit thotë se për dallim prej luftrave të tjera dhe betejave të tjera që Allahu ka dërguar melaçe të cilat i kanë ndihmu muslimanët, ju kanë dhënë kurajo. Në luftën e Uhudit e kanë mbrojt pejgamberin alayhis salam. Në luftën e Bedrit thot melaçet kanë luftuar fizikisht përballë njerëzve, përballë mushrikëve. Edhe për këta kanë ardhur edhe tregime, edhe raste se si Allahu xhelle xhelaluhu i ka ndihmu muslimanët fizikisht përmes melaçeve të cilat kanë luftuar, domethënë me shpatë, kanë luftuar me shpata kundrejt mushrikëve. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të përmendim edhe disa ngjarje më vonë se si sahabët kur hynë betejë në ballafaqim me mushrikët, njëri prej ensarve e tregon këtë ngjarje, thotë unë duke e ndjekur njëri prej mushrikëve, thotë e kam dëgjuar një zan nga mbrapa, du i thon kalit e tij hec o hajzum, emri i kalit, të cilin e ka pas melaçja. Thotë dhe kur kthy nuk kam pa asgjë. Thotë dhe e kam dëgju, thotë atë zanin e atina çka i thojnë shkopit që e godet kalin me to. Dhe pastaj thot e kam pa atë armikun i cili ka qenë përballë meje i shtrin për toke. Thot dhe e ka pas të qarë kokën e tij nga goditja e madhe që e ka marrë. Thot kurse unë nuk i kam prejkë me dorën time. Kurse një rast prej rasteve tjera, një sahabi i pejgamberit alayhis salam thot e kam ngrit shpatën për ta godit armikun përballë që e kam pas, thot dhe akoma pa e ra, thot e kam pa kokën e tij të prerë. Edhe kjo tregon kur këta i kanë tregu këto raste pejgamberit alayhis salam, ka thënë këto kanë qenë melaçet që Allah i ka zbrit nga qielli i tretë për t'ju ndihmuar kundrejt mushrikëve. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i nxit besimtarët me fjalët më të mira duke i thënë luftoni në rrugën e Allahut, goditni mushrikët, sa ai i cili sot e godet dikon përballë juve, përballë armikut i cili lufton përballë tij, duke mos e kthyer shpinën dhe vdes në këtë luftë, vetëm se Allahu xhelle xhelaluhu do ta shpërblej me xhenet. Pastaj Allahu subhanahu wa taala, pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot kumu ila jannati arduha as-samawati wal ard, ngritnu dhe luftoni nëse doni të shpërbleheni me xhenetin, gjerësia të cilët është qielli dhe toka. Një sahabi i pejgamberit alayhis salatu wasalam, i cili ka pas emrin Umair ibn al-Humam, i ka thënë dërguari i Allahut, a do të shpërblehemi me xhenetin, gjerësia të cilit është sa qielli dhe toka? I ka bërë një pyetje çuditëse. Pejgamberi alayhis salatu wasalam ka thënë bela, ka thënë bekhin, e ka përdorur çit fjalë që thonë mu çudit. A din, sikur ku çuditësh diçka, është një fjalë, një frazë që e përdorin arabisht. Pejgamberi alayhis salam ka thënë, çka të ka shtyr me e thon këtë fjalë, Ahumam, o Umair, thot vallahi nga shpresa dhe dashuria që ta takoj Allahun do të më shpërblej me xhenet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë, ti je prej banorëve të xhenetit. Pastaj ky Umair ibn Humam thuhet apo tregohet se i ka nxjerr disa hurma nga xhepi i tij dhe ka filluar me i hangër, e pastaj ka thonë vallahi do të jetë kohë gjatë derisa ti hauni këto hurma e të mos takohem me armikun. E pastaj thot i ka gjuh hurmat dhe është fut në radhët e mushrikëve dhe ka luftuar derisa edhe ka rënë shahid. Andaj edhe këtu disa prej ursive që i kanë nxjerr dietarët prej tyre ka përmendur edhe Ibn Hajeri dhe dietarë të tjerë bashkuhur, thotë se edhe kjo tregon se në raste të caktuara gjatë luftës lejohet ndoshta me rreziku edhe jetën tënde. Kur është në pyetje me fitu shahidllokun. Lejohet në këtë rast ndoshta edhe me rreziku veten kur është në pyetje me fitu, domethënë shahidllokun që cilën gjë që e ka bërë Umair ibn Humam, edhe pejgamberi alayhis salam nuk e ka kritikuar, përkundrazi Allahu e ka shpërblyr prej banorëve të xhenetit. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam zbret vet personalisht, fizikisht në betejë dhe e merr një grusht prej guralecave, prej zallit apo dheu të shkretëtirës dhe e hedh kundër mushrikëve dhe Allahu edhe i thot u mallkofshin apo u nxifshin fytyrat e juaja
e pastaj tregojnë se nuk ka mbetur ushtar prej mushrikëve vetëm se e ka godit prej kësti dheut apo prej këtyne guralecave, gjë të cilën e ka pohuar edhe Allahu në Kur'an, ku thot: "Wa ma ramejte idh ramejte walakin Allah rama." Thot nuk ke gjujti kur ke gjujt vetëm se Allahu është ai i cili i ka goditur ata. E pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është prej burrave, prej njerëzve që ka prezantuar edhe vet fizikisht në betejën e Bedrit që ka luftu për krah sahabeve, saqë Aliu radhiyallahu anhu thot në momentet vështira ju kanë mbështet pejgamberit alayhi salatu wassalam. Nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë matrimi, ma guximtari, ma luftëtari. Përveç se ka qenë pejgamber, ka qenë ma guximtari në mesin e njerëzve. E në këtë rast, pastaj sahabët e kanë dregue edhe atë trimërin e tyre, edhe atë burrin e tyre gjatë kësaj beteje, e prej tyre edhe Zubair ibn Awami, i cili i ka marrë disa plagë të rënda gjatë kësaj beteje, e që e ka godit një prej mushrikëve i cili ka qenë i mbërthyer komplet në mburojat e tij, edhe vetëm sytë e tij ka pas pa mburoj. Komplet trupit e tij ka qenë me hekur. Vetëm që ka mendu ai në atë logjikën e tij se kur përgatitesh fizikisht ti ke mundësi të mbrohesh. E Zubair ibn Awami e ka goditur në syrin e tij dhe e ka lënë të vdekur. Domethënë sahabët e pejgamberit thonë se nalimi gjatë kësaj beteje se si është zhvilluar në pika ma detaje, merr kohë shumë gjatë se çfarë trimërie kanë treguar sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në këtë betejë. Mirë, po na do të përkufizojmë vetëm disa gjëra më të rëndësishme. Andaj Allahu xhelle xhelaluhu në këtë betejë i përgëzon sahabët e tij e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me fitore nga ana duke i zbritur ndihmë nga ana e Allahu subhanahu wa taala me melashe. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë betejë, vëllezër të nderuar, mbyten edhe kokat apo ata zotrinjet, mund me thonë, të cilët kanë ardhur prej kurejshve, e prej tyre i përmena më herët Utbe ibn Rabian, Shvejb ibn Rabian, e përmena Walid ibn al-Utbe. Pastaj prej tyre të cilët e gjanë vdekjen në këtë betejë është edhe Umayy ibn Khalaf, i cili ka qenë zotëria i Bilalit, i cili e ka maltretuar Bilalin atje në Medinë, në Mekë, kur e kena përmend. Pastaj prej atyre të cilët e kanë nxjerr vdekjen në këtë betejë është edhe Koka i kurejshve, i mushrikëve, ai i cili më shumë të ka luftuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahli. E për rastin e Abu Jahlit tregon Abdurrahman ibn Aufi se si dy djelmosha të cilët kanë qenë prej ensarve i kanë thonë Abdurrahman ibn Aufit. Kanë thonë, njëri prej tyre i ka thonë, ja ka bo mesin Abdurrahman ibn Aufit, kam qenë të mesin e tyre, edhe ata kanë qenë të moshës së re, 5-16 vjetë, jo më shumë. Njëri prej tyre i ka thonë, tregom cili është Abu Jahli, sepse kena ndëgju duke e fy pejgamberin alayhi salatu wasalam. Kena ndëgju se e ka fy pejgamberin alayhi salatu wasalam. Shiko se çfarë dashuri kanë pas ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çfarë xhelozi kanë pas ndaj atyre dhe armiqsi ndaj atyre të cilët e shohin pejgamberin alayhi salatu wasalam. Edhe pse kanë qenë të vegjël, domethënë në moshë. E pastaj Abdurrahman ibn Aufi thotë, pse? Çka po të intereson? Thotë, do ta vras. Njëri prej tyre ka thonë, do ta vras apo do ta ndjeki derisa ose do të mvret ose do ta vrojnë atë. E mbas e ka mbaru llafin ky, ai tjetri ka thonë prapa Abdurrahman ibn Aufit, tregom cili është Abu Jahli. Ka thonë pse? Sepse don dua ta vras, domethënë Abu Jahlin. Pas një kohë jo të gjatë është shfaq, domethënë Abu Jahlin mesin e ushtarëve, edhe Abdurrahman ibn Aufi thotë, a e shihni atë person i cili është ngale? Thotë po, ai është Abu Jahli. Thotë dhe nuk ka shku, thotë sekonda, momente, Abdurrahman ibn Aufi thotë vetëm se janë vërsuar sikurse shigjeta kur del prej harkut. Thotë dhe janë shku për rreth Abu Jahlit, derisa thotë njëri ka godit kalin e tij dhe tjetri e ka rrëzuar Abu Jahlin dhe të dy e kanë godit Abu Jahlin dhe e kanë lanë për tokë dhe e kanë mbyt për tokë, saqë ku e nar tek pejgamberi alayhi salatu wasalam, kanë thonë dërguari i Allahut, njëri prej tyre ka thonë e kam vrarë Abu Jahlin, ai tjetri thotë ja unë e kam vrarë Abu Jahlin. Thotë, a mi kallzoni shpatat e juaja, a i keni të gjakosur ajo? Pastaj kur i sheh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se me të vërtetë kanë pas me gjak, thotë dytë e paski vrarë, domethënë Abu Jahlin. E pastaj pejgamberi alayhi salatu wasalam i thotë sahabëve, kërkoni në mesin e të vrarëve, mos po e shihni Abu Jahlin. Mos po e shihni Abu Jahlin. E tregon Abdullah ibn Mesudi,
i cili ka pas shumë herë maltretimin nga Ebu Gjehli në Mekë, duke nënçmuar dhe e poshtruar dhe duke i thënë se ti je bari i deles e kështu me radhë. Thot e kam kërkuar në mesin e të vdekurve, thot edhe e kam gjetur në momentet e fundit të jetës Ebu Gjehlin. E pastaj thot kam hyrë në gjoksin e tij dhe i kam thënë Ebu Gjehlit, atër koha që Allah subhanahu të nënçmoj dhe të poshtroj. Sase Ebu Gjehli arrova me përmend kur pejgamberi alayhis salatu wassalam lutej që Allahu t'ja realizoj premtimin të cilën Allahu ja kishte dhënë se Allahu do ta ndihmoj Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në betejën e Bedrit. Ebu Gjehli në anën tjetër i lutej Zotit duke thënë: O Zot, nëse me të vërtet ne jemi në hak, na jep fitoren këtë betejë. E nëse Muhamedi është në hak, jepi fitore atij. Kështu është lutur Ebu Gjehli. Thot tregona se cila palë jem në hak në këtë ditë. Edhe me të vërtet se Allahu realizoi kërkesën e Ebu Gjehlit dhe i tregoi se ai ishte i nënçmuari, ai ishte i poshtruari, ai ishte i humburi. Andaj Abdullah ibn Mesudi hyp mbi gjoksin e Ebu Gjehlit dhe pret kokën e tij dhe ngrej zhag dhe e çon pejgamberit alayhis salatu wassalam. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot: Elhamdulillah që Allahu e poshtroi, e nënçmoi dhe humbi kokën e dalaletit për Abu Gjehlin. Thot pastaj pejgamberi alayhis salatu wassalam thot: ky është firauni i këtij umetit. Ky është firauni i këtij umetit që kishte për qëllim, domethënë Abu Gjehlin. Të nderuar vëllezër, në këtë betejë prej anës së mushrikëve janë vrarë 70. E prej 70-ve në mesin e tyre kanë qenë kokat e mushrikëve. Kokat e mushrikëve. Dhe 70 prej tyre janë zënë rob. Kurse në anën e muslimanëve janë vrarë vetëm 14 prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. 6 prej muhaxhirëve dhe 8 prej ensarëve, të cilët të gjithë janë varrosur, domethënë në vendin kur është zhvilluar betejë. Kurse nga ana e mushrikëve është vrarë thash Ebu Gjehli që ka qenë prej kokave të mushrikëve, e pastaj Umayya ibn Khalaf, Utba ibn Rabia dhe ata të cilët i përmenda më herët, dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam thot kush prej juve, prej sahabëve, thot i zëni rob disa prej personave të cilat kanë qenë prej muslimanëve të dobët, të cilët kanë qenë të detyruar të renditen në radhët e mushrikëve në këtë betejë, të cilët kanë qenë të imponuar, thot mos i vritni. E prej tyre ka qenë dhe Abasi, agja i pejgamberit alayhis salatu wassalam, i cili është zënë rob, e që në fakt njëri prej ensarëve kur e ka sjell Abbasin tek pejgamberi alayhis salatu wassalam dhe i kanë thënë se kam zënë rob, Abasi radhiyallahu anhu ka thënë ti nuk më ke zënë rob, dhe ka aludu se një melaçe prej melaçeve të Allahut që ka zbrit në tokë në këtë betejë ka zënë rob Abbasin radhiyallahu anhu. Pastaj e ka kap ky sahabi dhe ka sjell tek pejgamberi alayhis salatu wassalam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi që mbaron kjo betejë dhe sfidohen mushrikët dhe fitoria ju takon sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i mbledh kokat e mushrikëve, prej tyre Abu Gjehli, Umayya ibn Khalaf, Utba ibn Rabia, Shayb ibn Rabia dhe gjithë ata kokat të cilët ishin prej mushrikëve, dhe i hedhin me një bunar i cili nuk ishte ujë, me një bunar në cilin nuk ishte ujë dhe ishte i lënë, el-qalib i kanë thënë, dhe i vendos, domethënë ato mbetjet e tyre, i vendos trupat e tyre, gjenazet e tyre, e pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju flet duke i thënë o filani biri filanit, o filani biri filanit, a e gjetat atë të cilën ju premtoi Zoti juaj, kurse thot unë e gjeta atë të cilën më ka premtuar Zoti im. Derisa Omeri radhiyallahu anhu i thot oj dërguari i Allahut, o i dërguari i Allahut, a dëgjojnë ata pasi që Allahu ka ndarë shpirtat prej trupave të tyre? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot walladhi nafsi Muhammedin bi yadi, pasha ato në të cilën është shpirti im është në dorën e tij, thot ma antum bi asma lima aqulu lahum, thot as ju nuk jeni duke ndëgjuar më shumë se sa ata atë çka po ju them. Thot Allahu xhalla xhelaluhu ju kthen shpirtat e tyre që të ndëgjojnë fjalimin tim dhe ata s'mundën të përgjigjen. E krejt këta për shkak me i poshtru
dhe me kuptu realitetin asaj në të cilën ata kanë qenë. Me kuptu realitetin asaj në të cilën ka qenë. Prandaj ka thonë Qatade, ka thotë Allahu thot i ka bën që me ndëgju fjalën e pejgamberit alayhi salatu wasalam si nënçmim dhe poshtrim dhe humbje për ata të cilën ata e kanë bën kundrejt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alayhi salatu wasalam pas kësaj betejë qëndron edhe 3 ditë në vendin e quajtur El Bedr kur zhvillua dhe kjo betejë. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i mbledh plaçkën të cilën është marrë në betejën e Bedrit dhe drejtohet për në Medinë, pasi që edhe e çon lajmin në Medinë për fitoren e muslimanëve të gjatë kësaj beteje, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanët e Medinës të gjithë gëzohen për fitoren, kurse mushrikët kthehen të nënçmuar, të poshtruar, të humbur në Mekke, dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam niset për në Medinë bashkë me sahabët e tij, duke mbledhur plaçkën e pastaj kthehet në Medinë me robërit e zënë nga ana e mushrikëve, të cilët ishin gjithsej 70 prej tyre, dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam pastaj vendos për robërit dhe plaçkën e luftës, e krejt kjo ndodh pastaj në Medinë, e që do të jetë domethënë deri i radhës do të flasmi pastaj në detaje se si pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka ndarë plaçkën e kësaj lufte dhe si ka vepruar me robërit e kësaj lufte. E gjithë kjo ishte ajo që kemi përmendur edhe më herët, që ajo është zhvilluar në betejën e Bedrit, edhe pse ndoshta ka plot detaje të cilat ndoshta na kanë ikur dhe nuk i kemi përmendur mirë, por na i përmendëm vetëm pikat kryesore të asaj që çka ka ngjall në betejën e Bedrit, e që Allahu xhelle xhelaluhu e ka quajtur këtë betejë Yawmul Furqan, dita në të cilën është nda e kota me të vërtetën, dita në të cilën ka fitu e vërteta mbi të kotën, e që është një prej betejave më të lavdishme në historinë islame, që Allahu xhelle xhelaluhu e ka forcu pejgamberin alayhi salatu wasalam, sahabët dhe shtetin islam, dhe prej këtu kanë filluar pastaj edhe hajri. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.